Jemi rikthyer në Top Albania Radio në valët 100 FM dhe jemi në Shizon Air me Laert Vasilin. Atëherë, do kalojmë tek pyetjet që kemi për konkurrentët e Big Brother dhe unë kisha një pyetje për sa i përket Eklit. Keni patur debate brenda shtëpisë? Po. Raportet si keni? Po, si keni raportet? Nuk jam. Tani momentalisht që jeni. Nuk jam takuar. Jemi takuar, domethënë vetëm në për kështu, ja 2 evente. Kaq. Kam përshëndet, po sigurisht, si s'do të përshëndes, çfarë flet? Patjetër. Se çka ka për të mos sa përshëndet? Jo, po keni pasur ato debatet tuaja? Po njerëzit shkëmbejnë, kanë mendime të ndryshme kjo. Jeni shkëmbyrë nëpër studio, duke me çështjen e Jo, se kam parë topi, jo, nuk e kam parë. Jemi në orare të ndryshme, jo, nuk më ka rastitur, se kam parë. Por tani do kaloj ke një deklaratë që ka bë Xhibani pak ditë më parapara. Po. Ai ka deklaruar që nuk e ke përshëndetur ke after party, gjithashtu ke premiere e filmit dhe të quan një intelektual pak delirant. Po kështu e dojnë mediat. Çfarë mendon për këtë deklaratë? Po, s'ka jo. Shiko, unë për Xhibani kam e njoh shumë shpejt, edhe është një reper shumë i mirë, sidomos kur rrit tek tekstet që kanë dhe përmbajtje ideologjike. Sa për premierën nuk e kam parë, tek premiera e filmit flisim për Golden Brothers 2, nuk e kam parë. Kam parë fotografitë pastaj ku kam parë dhe Aldon edhe Xhibani, nuk i kam parë. Se zakonisht në premier vjen të përshëndet. Do ta përshëndetje po ta shikoja. Që është spektator. Përshëndes unë sepse unë jam aty për të shërbyer marketingut të filmit, për dalë një foto, për të një intervistë. Po nuk i kam parë, kam parë në foto. Nuk ka shafruar as për një fotografi me ju me protagonistët, me regjisorin. Me mua jo. Pastaj të drilojnë nuk e di, po me mua jo. I bie që tek deklaratë edhe mund ta hedhim poshtë, sepse më fal, nëse ai nuk të shtafruar. Nuk e mbaj, unë se mbaj mend. Domethënë e kam parë në foto pastaj me të tjerët. Po mirë, unë mendoj të kalojmë edhe këtina përputhen tani. Si ke marrëdhënie me kolegen tënde Aulonën? Shumë të mirë, nuk diskutohet. Aulona është, domethënë është një nga gocat shumë, nëse më lejohet, shumë përpara kohës së vet. Ka qenë një nga gocat në media që ka fol e para për forcimin e pozitës së femrës në shoqërinë shqiptare, duke thënë, domethënë është, shiko, nuk është e lehtë në shoqërinë shqiptare të jesh një gocë që i ka kaluar, po themi, të 29-at, edhe të vazhdosh të jesh kaq e hishme, sa është Aulona, dhe të vazhdosh të jesh kaq në qendër të vëmendjes, siç është Aulona, dhe me një mendje dhe ide shumë të kthjellta. Por unë mendoj që një si Aulona me ato istënana që ka kalu, ja kalon shumë gocave shumë më të reja, me energji. Zgjedhje Aulonën apo Kleonikin? Nëse do zgjidhja unë, për çfarë ta zgjidhja? Për kolege, për opinioniste. Krateja. Shiko, ditët janë të shumta dhe mund të ndahen. Shumë të ketë ca Aulona. Po i pëlqen më shumë Kleoniki më duket. Jo, Kleoniki. Me sa pash unë tani të them atë që pash, Kleoniki madje tha që Laerti është një nga të preferuarit e saj në përputhen. Ndoshta i pëlqen më shumë Kleoniki se ishte Beshar. Erika, pyetja që unë i bëra ishte cili nga djem të duket më tërheqës ose me kë e ke muhabetin më mirë, e tha Laerti direkt. E falenderoj shumë. Është gocë shumë e mirë Kleoniki edhe është jashtëzakonisht e bukur. Por nëse do ishe konkurrent i përputhen, kush nga ato vajza do të pëlqente që ka të kurorën seksi? Unë 2 goca shoh aty që janë dhe të artikuluara, shumë tërheqëse. Dhe domethënë merren me është një disiplinë shumë e fortë të mirëmbash veten tek gocat, sidomos se çunat hajde, domethënë nuk jemi çik thoshte një shoqë me mashkullin çik më i bukur se majmuni duhet të jetë. Nuk jam dakord, po çon si ka. Unë qarkullon kjo me majmunin dhe mashkullin. Stelina dhe Ina. Për mua janë 2 goca, domethënë që me ato do dilje, po të ishe pjesë. Nuk e di a do dilja, po të them çfarë më tërheq nga ana estetike. Di pse, shiko, edhe akuza kur bëhet, prapë është në varësi të estetikës. Për shembull, nëse tash je me shoqen tënde, ajo shef një bubrec, fillon ulë ret dhe ti e vret bubrecin, je hero. Po nëse ti vret një flutur, je kriminal. Ndërkohë që janë qenie të gjalla të dyja. Po mirë. Por fluturën e këton nga që estetikisht është më e bukur. Po mirë, po me atë Katerinën pse vetëm zihesh? Se di greqisht.
Dhe merrem vesh me njëri tjetrin. Jo të dy vetëm zihen. Katerina është shumë komike dhe Katerina do ishte një kështu ka ardhë mundësitë e secilit nuk dihen gjithmonë, por unë besoj që do ishte një aktore komike shumë e mirë, Katerina. Vërtet. Megjithatë, supozojmë që Mami Rebeka, e përshëndesim shumë, do pëlqente një nga gocat e përputhen. Mund të ketë mundësia që ti doja dëgjoja fjalën? Shiko, unë ja dëgjoj fjalën deri në një pikë, për shembull të tipit që duhet hash mëngjes, mos i nga shtëpia pa ngrënë, mos pi shumë duan, gjëra të tilla. Po për dashuri nuk ja dëgjon. Po nuk ndërhyn. Mama më s'dërhyn asnjëherë. Po për përputhen çfarë të tha? Do të thënë në fillim ishte shumë ishte jashtëzakonisht në kundërshtim me vendimin tim. Sa tani dhe ajo të duhet, ty të shkosh aty gjithë ato goca atje, ti pak gjysmakje nga trut e kokës, shofësh dhe ato ta hoqën trurin fare. Çfarë do thoj për gjakun tim? Megjithatë do ngelim në përputhen dhe do të shohim një insert ku Engji ka bën një prank tek studio përputhen. Okej. Tani është një moment tjetër, një bie 10 të tjerë ngrihen, dua të ftoj në studio konkurrenten më të re, Engjin. Për si da do me duar trokitje tuna si lahut në kishe. Goca, përshëndetje. Po fytyra. Më fikën fare kur më pan. Atëherë, unë quhem Engji. Engji, sa vjeç je? Unë jam 20 vjeç. Cili nga çunat pëlqen më shumë? Arnoldi dhe kam ardhur që t'i hap luftë Katerinës për Arnoldin. Po ke ardh pa veshur se po të duken brekët. Ka rëndësi, jemi në Halloween zemër. Unë i pash të mbrëmshme të tua. Rëndësi ka, prandaj jam zhveshur që të shikoj ti. Pse ke ardhur në shpirt? Atëherë unë kam ardhur për Arnoldin, Arnold si do duke? Mirë dukesh. Mirë? Dukesh mirë. Struktura është mirë, pastaj Katerinën në një takim. Tani unë e kam çik të vështirë. Zgjidhe shpejt zemër. Apo të kaloj te Rildi. Kaloj ke Rildi pastaj shoh më. Unë po zgjedh Rildin, kështu që shumë bravo Rildi. Katerinën. Ngriu më në këmbë. Po ja, këtu. Hajde përshafoj Rildi, përshafoj patjetër. Më fal të pyes diçka, mos ishe ti ajo që hante byrek në TikTok apo jo? Ti, nuk ishe ti, ishte tjetër. Të ngatron. Yes, maybe. Kjo është tjetër. Katerina, trego klas. Kam një pyetje Katerina. Jo, më duket që e kisha parë. Më ke parë, jam moderatore. Engji Rindi, takimin e parë ku ta çosh Rindi Engjin? Të di. Ku det kjo? Ku det ajo? Ku det Engji? Mirë, shumë bukur. E le dansinën, ë? Duar trokitje për Engjin nga She's on Air. Faleminderit që na vizitove në përputhen. Ne vizitojmë më shpesh dhe faleminderit juve. Yll Engji, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Që duar të Rildi tani. Po. Urdhëro. Ishte pranku që unë i bëra pjesëmarrësve të përputhen, ku Katerina e mori pak personale. Madje Arnoldi nuk është aq i pashëm sa dy vajzat grindën për të, por të them të drejtë mua asnjëna ata çuna nuk më pëlqejnë. As mua. Ja shumë skandal. Po jo, Rildi gjitha yll. Nuk e di. Kush të pëlqen? Jo, duhet të shikosh live. Asnjë. Asnjë fare. Ti po. Faleminderit. Ja. Shiko se çunat e përputhen shumë mirë janë, edhe gocat janë shumë të mirë. Shiko, unë nuk thash janë të këshinj, thjesht nuk janë në gustot e mia. Të tua, është shumë e pranueshme normal. Është në gustot e tua është më shumë lehtë. Po, gusto im është një mashkull të jetë 1 grad më i bukur se majmuni. Faleminderit. Okej, tani do kalojmë pak në këngë edhe do rikthehemi prapë me Lajert Vasilin.